Në këtë edicion do të ndiqni listat zgjedhore si vlerëson politologu Melazim Koci. Njëqind2 nxënës nga komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptian në Gjakov përfitojnë bursë nga Mashti. Sporti shkollor në Gjakov mbajti garat komunale në ping-pong. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka njoftuar sot se nga muaji i ardhshëm paga minimale bëhet 425 euro bruto, nga 350 sa ishte deri tani. Nga kjo rritje përfitojnë rreth 150.000 punëtor të sektorit privat. Ekonomisti Jakub Bellaqa na njeh me detaje rreth këtij vendimi. Nga muaji i ardhshëm, paga minimale në vend do të rritet në 425 euro bruto, nga 350 euro sa është aktualisht. Faza e dytë e rritjes do të hyjë në fuqi me një korrik, kur paga minimale pritet të arrijë në 500 euro. Kështu ka shkruar sot në llogarinë e tij në rrjetin Facebook kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Jakub Bellaqa tha se ky vendim është i mirëseardhur. Vendimi i kryeministrit për pagën minimale është i mirë pritur, edhe pse i vonuar, por është i mirë pritur sepse paga minimale ka qenë më ulta, domethënë në vendet e Ballkanit Perëndimor edhe shumë vende tjera. Bellaqa ndër të tjera pohoi se një rritje kaq e madhe pagës minimale mund të rrezikojë disa biznese ose të vënë në vështirësi vendet e punës, duke shtuar se mbetet për të parë nëse bizneset do të arrijnë ta përballojnë këtë barë shtesë. Tek ndërmarrjet shumë të vogla faktikisht vazhdojnë thjesht ka efektet jo pozitive për shkak se nuk mund me përballu. Ai theksoi se sektorit privat në këto kushte do t'i nevojitet mbështetje nga qeveria për të përballuar efektet të rritjes së pagës minimale. Ndihma më e madhe do duhet të ketë thjesht domethënë të ketë reforma edhe mbështetet me ligje më të mira, për shembull sa aspekte, sidomos në aspektin e tatimeve për shembull, do duhet bizneset të ketë lehtësira më shumë tatimore, baza tatimore do duhet të rritet më shumë. Mirë, po për shembull 18% i bizneseve të cilët është i aplikuar për domethënë që është i aplikuar për produkte edhe për shërbime faktikisht është e lartë, do duhet zbrit për shembull 18%, sidomos për produktet elementare bazike do duhet zbrit diku 5%, sepse ashtu shto inflacioni është i lartë, çmimet janë të larta. Kujtojmë se rreth 150.000 punëtor të sektorit privat do të përfitojnë nga kjo rritje, ka shkruar Kurti. Ish emisarit special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës në Kosovë, Christopher Hill, i është bërë pyetja a ka kryer Hashim Thaçi krime lufte. Përgjigjen e tij ndjekim në vazhdim. He did not ask me for support. I talked to some people because I think it's a moral responsibility. I really think it's a moral responsibility. Ai nuk më kërkoi për mbështetje. Unë fola me disa njerëz sepse mendoja se ishte një përgjegjësi morale dhe vërtet mendoj se është një përgjegjësi morale. Isha aty nga vendet më të ndryshme në Kosovë. Nuk qëndrova vetëm në Prishtinë. Kam qenë në të gjitha këto fshatra ku ka patur krime lufte. Padyshim që ishin krime lufte. Ka pasur krime ku autor kanë qenë serbët kundrejt shqiptarëve, por më falni, ka patur edhe krime të tjera. Unë ama në atë kohë nuk di asnjë lloj krimi për të cilin mund të thosha se u shkaktua nga zoti Thaçi, dhe ai tani ka diku tek 5 vite që është në burg, në paraburgim, dhe unë ndjeva se ishte përgjegjësi morale që të shkoja në Hag siç bëra. Dhe kalova 3 ditë duke dëshmuar dhe ndonjëherë është e vështirë sepse prokurori ishte mjaft i ashpër për këtë çështje, por unë ndjeja se është diçka e padrejtë për ta mbajtur atë aty. Listat e subjekteve politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 28 dhjetorit tashmë janë bërë publike. Në disa prej këtyre listave ka edhe emra të kandidatëve që kanë aderuar nga një parti në tjetrën. E këto aderime politologu Melazim Koci po i vlerëson si as pak premtuese. Koci madje thotë se edhe këto herë subjekteve politike po ju mungon programi politik, prandaj druan se do të mund të kemi numër më të ulët të votuesve.
Listat zgjedhore të subjekteve politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 28 dhjetorit tashmë janë bërë publike dhe vazhdimisht po kërkohet mbështetje nga qytetarët për të siguruar sa më shumë vota. Në shumë prej listave ka dhe aderime për të cilat politologu Melazim Koci në një lidhje virtuale për mediumin ton i konsideron si as pak premtuese. Me gjithë respektin për të gjithë ata që kanë aderuar në cilën do nga partitë do të thot politike, mendoj se më shumë ka qenë ambalazh dhe zhurmë mediale se përmbajtje. Politologu Koci gjithashtu tha se edhe këtë herë mungojnë programe konkrete gjatë parafushatës. Nuk besoj se mund të ofrojnë diçka të re nga ajo që kemi dëgjuar në shkurt dhe tani në zgjedhjet e fundit lokale, pra më shumë fushata, aktualisht para fushata, është fokusuar te polemikat nga njëherë që kalojnë në nivelin e oratorisë e urrëties mjerisht. Dhe mendoj që ky është problemi kyç në këtë parafushat dhe nëse vazhdon me këtë logjikë edhe fushata, nuk e shoh diçka të mirë, sepse kjo oratori e urrëties mund të pamundsoj sërish krimin e qeverisë së re. E kur është fjala te numrat, Koci thot se këtë herë partisë fituese nuk i duhen më 61 vota, por 80 nëse nuk duan të dështoj procesi i zgjedhjes së presidentit. Tani nuk duhen më 61 vota për formimin e qeverisë, por duhet siguruar 80 vota për zgjedhjen e presidentes ose presidentit. Në të kundërtën, Kosova sërish shkon në zgjedhje diku në prill ose mars dhe do të ishte diçka e jashtëzakonshme, shumë e keqe për Kosovën. Kështu që uroj që akuzat kundër akuzat që kanë shkuar në nivelin e oratorisë së urrëties të pushojnë dhe që Kosova të fokusohet te programet partijake e partive, te programet e zhvillimit ekonomik të raportit ton me Bashkinë Ndërkombëtare që janë kyçe në këto momente. Analisti Koci gjithashtu vuri theksin edhe te data zgjedhjeve, për të cilat ai vlerëson se nuk ishte data më mirë e mundshme. Nuk është data më e qelluar për zgjedhje. Më rrallë nuk më kujtohet diku të mbahen zgjedhjet 2 ditë, 3 ditë para ndrimit të moteve, por ja që kjo ndodhi në rastin ton, mendoj se faji ishte i dyjanshëm. Vendosja duket se insistonte për 28 dhjetorin për shkak të diasporës, votat që vanon nga vendosja. Nga ana tjetër opozita nuk e diti të gjejë zgjidhje, mund ta votonte zotin Konjufca vetëm për 2-3 muaj dhe pastaj Kosova të shkonte në zgjedhjen e mars, që do të ishte më e favorshme për opozitën, por ata nuk vepruan në këtë mënyrë dhe tani besoj që do t'i vuajnë pasojat, pra ajo vote diasporës, megjithatë pavarësisht që nuk ka matje sondazhe sa i përket disponimit të diasporës, megjithatë ne dimë që ajo pak më shumë anon nga vetëvendosja. Megjithatë, gara zgjedhjeve të parakohshme pritet të jetë ashpër dhe konsiderohet se do të jetë ndikuar nga zhvillimet e vitit të fundit. 3 palë zgjedhje të mëhershme, zgjedhjet parlamentare në shkurt dhe 2 raundet e zgjedhjeve lokale në tetor-nëntor i kushtuan buxhetit të shtetit dhe partive politike rreth 23 milion euro. Luftimi i korrupsionit në nivel vendi vazhdon të mbetet një sfidë institucionale, edhe pse ka hapa pozitiv në këto drejtim. Disa nga qytetarët e intervistuar sot në ditën kundër korrupsionit u shprehën se ende duhet punë për ta çrënjosur një fenomen i cili ka lëshuar rënj prej vitesh. Luftimi i korrupsionit në nivel vendi vazhdon të mbetet një sfidë e madhe institucionale pavarësisht hapave pozitiv që janë bërë ndër vite. Në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, disa qytetarë prapa kamerave thanë se fenomeni ende është i pranishëm në vend dhe se kërkon angazhim më të madh të institucioneve.
Qytetarët theksojnë se kjo dukuri nuk është e pranishme vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të tjera të botës. Megjithatë, ata konsiderojnë se vendi duhet të vazhdojë me vendosmëri për të ndërtuar një sistem më transparent, më të drejtë dhe më të përgjegjshëm. Korrupsioni është fenomen social, politik dhe ekonomik që ekziston në saje të një zinxhiri njerëzish dhe ka efekte të shumta negative për shoqërinë. Kryqi i Kuq Dega në Gjakov sot ka prezantuar punën dhe aktivitetet e realizuara në periudhën kohore janar-dhjetor 2025. Flanza Bakia Lama, sekretare e Degës, tha se fal bashkëpunëtorëve, vullnetarëve dhe institucioneve kemi arritur të realizojmë projekte produktive në të mirë të komunitetit. Kryqi i Kuq i Kosovës Dega në Gjakov ka mbajtur një takim me partnerët lokal ku janë prezantuar aktivitetet e realizuara gjatë një viti. Në këtë takim janë diskutuar projektet humanitare, aksionet vullnetare, si dhe bashkëpunimet që kjo degë ka zhvilluar me institucione e organizata të ndryshme në komunë. Sot kemi pas takimin me partner lokal. Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i punës dhe aktiviteteve të Kryqit Kuq për periudhën janar-dhjetor 2025, edhe si shaj falënderimi për gjithë partnerët lokal cilët na kanë mbështetur në punën tonë gjatë kësaj periudhe. Lama tha se qëllimi i takimit ishte prezantimi i aktiviteteve të shumta që Kryqi i Kuq ka realizuar gjatë këtij viti. Ajo theksoi se antarësimi në organizat është rritur ndjeshëm dhe ajo ka ndikuar që më shumë aktivitete humanitare të realizohen në terren. Gjatë periudhës janar-dhjetor, vlen të ceket që i kemi realizu 4 projekte. Projekti Not Filmi, promovimi i vlerave humane, PHV, kanti i Kryqit Kuq, edhe projektin me drejtorinë e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, prezantimi i Kryqit Kuq, fuqizimi i Kryqit Kuq, ngritja e fondeve. Domethënë këto kanë qenë 4 projektet që janë realizu gjatë kësaj periudhe, por me rëndësi për ne është që na si degë kemi kushtuar shumë rëndësi fuqizimit Kryqit Kuq, antarësimin e qytetarëve në Kryqit Kuq. Edhe besoj që ja kemi arrit këtij qëllimi. Ajo shtoi se edhe viti 2026 do t'i gjejë me aktivitete të ndryshme dhe me përkushtim të vazhdueshëm për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve në nevojë. 102 nxënës nga komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian nga shkollat e mesme të larta në komunën e Gjakovës janë listuar në listën e përfituesve të bursës nga Ministria e Arsimit. Emra Cërmjani thotë se ky numër i lartë i përfituesve është një dëshmi e mirë se nxënësit komunitar gjithnjë më shumë po ndjekin mësimet e rregullta në shkollat e mesme. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka publikuar listën e përfituesve të bursave për vitin shkollor 2025-2026 për nxënësit të shkollave të mesme të larta për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Emra Cërmjani nga organizata Roma in Action tha se këto bursa janë shumë të mirë së ardhura. Afati për të aplikuar ka qenë në muajin e kaluar, ku edhe nëpërmjet emisionit apo televizionit Syri kemi bërë informimin në lidhje me këtë, dhe tashmë na gëzon fakti që në kuadër të publikimit të rezultateve të cilët kanë dalë nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, dikun më shumë se 440 nxënës kanë përfituar nga kjo mbështetje. Dhe nëse krahasohet në fakt në nivel vendi, prapë edhe kësaj radhe komuna e Gjakovës prinë me përfitues të bursave të shkollave të mesme, dhe kjo me të vërtet më bën të lumtur që një numër i madh mbi 102 nxënës kanë përfituar nga komuna e Gjakovës nëpërmjet kësaj skeme për mbështetjen e nxënësve nëpërmjet bursave. Dhe gjatë krahasimeve të dhënave të këtij vitit po e shohim që prapë po ka rritje të pjesëmarrjes së vajzave të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian në shkollimin e mesëm të lartë. Sipas Cërmjanit, përkrahje të tilla duhet të ketë në vazhdimsi.
është me të vërtet një mbështetje shumë e mirëpritur për nxënësit e shkollave të mesme, për arsye se ndoshta kategoria e lëna pasdore për mbështetjen me materiale apo literatura shkollore, shkollimi mesëm nuk ka pas mbështetje të tillë ndoshta nga ministria nëpërmjet fillimit vitit shkollor, dhe kjo bursë e cila ju jepet këtyre nxënësave me të vërtet do ta lehtësoj të imase pjesëmarrjen e tyre në procesin e rregullt arsimor. Mirë po në anën tjetër do ta lehtësoj edhe barrën e financiare të prindërve për t'i mbështetur fëmijët e tyre me materiale, me literatura shkollore apo në shumicën e rasteve nxënësit të cilët udhtojnë nga vendet më të largta për të vijuar këtë mësim në komunën e Gjakovës. Dhe kjo mbështetje sado simbolike, ndoshta nëse mund të thuhet, është vlerësoj goxha e mirëseardhën për nxënësit e shkollave të mesme. Nga këto bursa përfitues janë 102 nxënës nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, që vijojnë mësimin në shkollat e mesme të larta të Gjakovës, ndërsa në nivel vendi përfitues janë gjithsej 477 nxënës. Në Gjakovë sot janë mbajtur garat komunale në ping-pong në kuadër të aktiviteteve të planifikuara nga sporti shkollor. Ekipi unë sot ka qëndruar në 2 objekte shkollore për të përcjellur nga afër punën e nxënësve. Sot janë mbajtur garat në disiplinën e ping-pongut organizuar nga sporti shkollor. Eksonese nga Federata Sportit Shkollor në Gjakovë ka treguar se garat komunale kanë mbledhur fituesit e garave të ping-pongut nga shkollat fillore të Gjakovës për të mbajtur garën që po zhvillohet për kategorinë e vajzave dhe të djemve. Tash janë kalendarin e garave e kemi si çdo vit nga Federata Sportit Shkollor. Tash për momentin janë duke mbajtur garat komunale në ping-pong për 2 gjinit, femrat edhe meshkujt. Sot mbahen garat komunale ku janë gjitha fitues të zonave që janë mbajtur në për zona të ndryshme. Sot jemi mbledhur këtu në qytetin e Gjakovës, në shkollën Fëmijagoni, edhe janë duke u zhvilluar për momentin shkolla fillore të ping-pong, ndërsa prej orës 12 i kemi edhe shkollat e mesme. Ndërkaq Leonard Cula nga sporti shkollor u shpreh se garat komunale sot po mbahen edhe për shkollat e mesme. Sot përmbahet niveli 2 i garave, të cilat janë garat komunale, të cilat paraprakisht fitues kanë luajtur për gara zonale, kanë ardhur gara komunale. Paraprakisht në shkollën Fëmijagani u zhvilluan garat e shkollave të mesme të ulta. Momentalisht ndodhemi në palestrën e sporteve të shkollës së mesme të Miksisë Nizami, ku po zhvillohen ndeshjet për shkollat e mesme të larta. Cula tha se fituesit nga garat komunale vazhdojnë në garat regionale dhe pastaj garat republikane në disiplinën e ping-pongut zhvillohet të premten. Fituesit e garave komunale marrin pjesë në gara regionale, ku regionin e Gjakovës e përfshin komuna Raveci dhe komuna e Jonikut, të cilat nesër i zhvillojnë në Jonik garat regionale. Pastaj të premten zhvillohet garat republikane, i cilat është niveli më i lartë i garave që zhvillohen të premten në Frejzan. Sipas rezultateve, fituese në garat komunale për ciklin e ult pra shkollat fillore në kategorinë e vajzave me fitore në vendin e parë është shkolla Fëmijagani, ndërkaq në kategorinë e djemve vendin e parë ka fituar shkolla Ukshin Miftari. Në shkollat e mesme në kategoritë e vajzave fituese kanë qenë gjimnazi Hajdardushi, ndërkaq në kategorinë e djemve fitues ka qenë shkolla Mehmet Akif. Sportisti Gembi Uniku ja ka dalë që këtë fundvit të shënoj edhe një fitore të rëndësishme. Në garën Tap Me If You Can, të mbajtur në Hamburg të Gjermanis, Uniku rëmbeu çmimin e parë me 3 fitore në kategorinë 85 kg Purple Belt. Djemtë e Fight Club 07 kanë shënuar paraqitje të suksesshme në garën ndërkombëtare Tap Me If You Can, e cila u mbajt këtë fundjavë në Hanover të Gjermanisë. Klubi mori pjesë me 4 garues dhe u rikthye me 2 medalje të rëndësishme. Gembi Uniku u shpall kampion në kategorinë minus 85 kg Purple Belt, pasi regjistroi 3 fitore bindëse. Këtë herë kena arritë si klub sukses, jena shku 4 garues në Gjermani, në Hanover, në Tap Me If You Can. Paraqitja u e mirë, gara ka shku mirë, prum medalje, perfekt u këtë javë besoj që vazhdojmë prapë. 4 garues në konë, të përfshi veten. Uniku tha se ekipi tashmë ka filluar përgatitjet për sfidën e radhës që i pret javën tjetër në Podgoricë. Podgoricë është kjo ADCC Montenegro,
është interesant. I kom disa garus që janë për herë të parë. Besoj që kanë me dalë mirë, javën e kaluar hera parë që i çova 3 garus në Gjermani. Shumë mirë dulen, njëri duli 2, dy tjerë metën pa plasman, paraqitja ka shumë e mirë. Gjithçka qenë perfekt. Në garat që u zhvilluan në Suedi dhe Gjermani, Rizkaci arriti vendin e dytë në kategorinë minus 82 kg white belt me 3 fitore dhe një humbje në fazën overtime fastest escape. Ndërkohë Aurel Pajaziti dhe Elton Shyti me gjithë se patën paraqitje të mira, nuk arritën të sigurojnë medalje këtë herë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Listat zgjedhore si vlerëson politologu Melazim Koci. Njëqind e 2 nxënës nga komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian në Gjakov përfitojnë bursë nga Mashti. Sporti shkollor në Gjakov mbajti garat komunale në ping-pong. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.